Deputeti Slavko Simić i listës serbe nuk e njeh Republikën e Kosovës, por nuk e ka problem t'ja shterë kuletën. Sipas dokumenteve që ka siguruar Shënjesër, ky rezulton i treti në listë për nga shfrytëzimi veturës zyrtare, si nënkryetari i kuvendit. Simić ka shpenzuar mbi 11.000 litra derivate, duke përshkuar plot 82.104 kilometra gjatë periudhës 2021-2022, ndërsa mungojnë të dhënat për vite tjera. Në një llogaritje modeste, me çmimin e naftës prej 1 euro, i bie që ai të ketë shpenzuar rreth 11.000 euro. Sidoqoftë, Simić do të vazhdoj t'i gëzoj edhe më benefitet nga legislativi. Ndonë se kryeministri Albin Kurti e kishte cilësuar listën serbe si krahu politik i Milanovićit, edhe terrorizmi shtetërorëse. Kjo nuk e pengoi as vet Kurtin e as deputetët e lëvizjes vetëvendosje, që të votonin unanimisht pro edhe zgjedhjes së Slavko Simićit si nënkryetari i kuvendit. Shënjestër.net